Ngrem duart lart dhe kërkojmë një fuqi mbase më të madhe se vetja për të dalë nga gjendja. Dhe kjo ka ardhur jo vetëm si refleksion, por mbi të gjitha ka ardhur si një bashkësi nocionesh për të dalë në titullin Dhimbja kërkon shenjë të ri, sepse dhe ne për t'i përballuar situatat e vështira në jetë, na duhet një forcë nganjëherë më e madhe se vetja, dhe siç e themi në filozofi, ajo filozofia me Çekiç e Nietzsches, e cila vjen si ndihmëse për të zhbërë një vete dhe për të ndërtuar një vete shumë më të madhe, në mënyrë të tillë që ne të kemi fuqinë për të përballuar situatat në jetë dhe për t'i përballuar ato mbi të gjitha me dinjitet. Atëherë si duket ky panel si jetë është në pjesën e Patjetër e shikoj shumë multidisiplinar, pavarësisht se unë jam botuese këtë vit për herë të parë në Panajir, por patjetër unë e shikoj shumë multidisiplinare, shikoj që janë të gjitha fushat të lëvruara, ka shumë prurje të reja, autorë të rinj, që është gjë shumë pozitive patjetër për publikun, por gjykoj dhe çoj një farë mënyrë një mesazh tek lexuesi që pavarësisht literaturës mirë botërore dhe pavarësisht autorëve të mëdhenj që sot kemi të lëvruar në Shqipëri, neve duhet kthejmë sytë edhe nga autorët e rinj, sepse vepra shumë të mira ndoshta fshihen edhe në ato skutat që ne harrojmë ndonjëherë të kthejmë sytë aty. Dhe siç thotë shpreha e famshme, është djalli që fshihet në detaje, që do të thotë duhet i kushtojmë rëndësi të gjithë autorëve në mënyrë të tillë që ne të gjejmë vepra që mund të jenë xhevahire për letërsinë dhe atribute të shtuara për letërsinë shqiptare. Atëherë juve bëni një publicistik. Si do të dalloni publicistikën nga poezia? Po janë dy zhanre të ndryshme, pavarësisht se në optikën e lexuesit letërsia merret si etër, por janë dy zhanre të ndryshme. Kur flasim për publicistikën, ne jemi tek analiza, jemi tek qasja e thelluar, e të analizuarit dhe të perceptuarit të problematikave të shoqërisë dhe të interpretuarit për të qenë ti zëri i qytetarëve, në mënyrë të tillë që ti të evidentosh problematika socio-ekonomike, por edhe politike. Ndërsa kur flasim për poezinë, jemi më shumë tek reflektimi, jemi tek shpirtërorja, jemi tek nxitja dhe mbi të gjitha unë them që pika e cila i lidh këto të dyja bashkë me politikën është reflektimi dhe nxitja e mendimit të brendshëm, nxitja e frymëzimit të brendshëm, dhe duhet mos e shohim edhe politikën, po edhe realitetin socio-ekonomik, të mos e shohim të ndarë në fund të ditës nga frymëzimi, nga mendimi. Dhe poezia e zgjon shumë mirë këtë lloj ndjesie tek njeriu dhe e bën atë ndonjëherë të ulet në gjithë zhurnajën e përditshmërisë dhe të thotë është momenti që unë të marr në dorë një libër të mirë dhe ndoshta të reflektoj edhe për vetë jetën time, ekzistencën time, dashurinë, dhimbjen, vuajtjen dhe të gjitha këto të tëra si nocione. A i mund të politikës shqiptare një poete, një publiciste dhe një pedagoge si ju? Patjetër që po, jo vetëm një, i mungojnë shumë, dhe patjetër që këtu nuk e personalizoj dhe këto e them që është fenomen, sepse në tërësinë e vet politika shqiptare sot më shumë se kur ka nevojë për mendimtari të mirë, ka nevojë për thellim në literaturë botërore, në literaturën shqiptare, në poezinë, në filozofi, por mbi të gjitha sot politika shqiptare ka nevojë për frymarrje, kam thënë në studiot të tjera televizive. Dhe çfarë është kjo frymarrje? Është që të ulemi një moment, të lexojmë, të investojmë në vete, që të jemi të denjë për publikun dhe të mos ja marrim frymën me pretendime apo me kalkulime të panevojshme ndonjëherë, dhe këtu jemi me gjithë konceptin makiavelist që nganjëherë na imponohet në politikë. Neve na duhet poezia, na duhet letërsia në politikë dhe na duhen autorë të mirë që janë mbi të gjitha edhe profesionistë dhe që janë vlerështuar pastaj në politikë. Dhe këtu pra bëj thirrje lexuesit që të vinë dhe të aksesojnë Dhimbja kërkon shenjë të ri, por patjetër dhe të lovrojnë të gjitha autorët shqiptar, por dhe ato të rinj shqiptar, mbi të gjitha, si nën kategori, në mënyrë të tillë që sot i japim të njëjtën rëndësi që ka marrë Dhimbja kërkon shenjë të ri, si një nga librat më të kërkuar dhe si një dalje për mirë nga parashikimi për shtëpinë botuese Toena, ku ndoshta fillimisht
respekti për personalitetin tim dhe ato që unë kam ndërtuar, por pastaj lexuesit më kanë shkruar që edhe libri ka qenë shumë i mirë dhe faleminderit që u bëre ti arsyeja që ne ta aksesonim të libër. Kështu që i ftoj të gjithë lexuesit të vinë dhe ta aksesojnë literaturat e autorëve të rinj, por mbi të gjitha të autorëve shqiptarë. Atëherë falenderoj dhe ju uroj suksese. Faleminderit, kënaqësi.